se ashtu quheshin, administrohej në mënyrën që kishin një tradit deri në atë kohë. Për shkak të eksperiencave që mendonin që mund të merrnin nga shtetet të ndryshme. Pse u quhet e gabuar ajo? Nuk thash e gabuar. Për shkak të eksperiencave që merrnin nga shtetet e tjera. E qartë, po pse u desh të ndryshojë atëherë? U desh të ndryshojë pikërisht për disa arsye. Një nga arsyet ishin problemet elektorale që kanë ata. Arsye e dytë që ata e justifikonin, thanë që do kursejmë thanë. Për të administruar më mirë. Kjo ishte teoria Lalieri tani. Ju lutem, për të zhvilluar që nuk u realizuar as edhe një sekond ekonomia shkallës. Edhe problemet tjera mbajtja ajo reformë për hir të vërtetës. Ja se pak pushtetit nuk të lën dot. E kuptoj. Për të ardhur në ndim qytetarëve se në fund të fundit, ndarja administrative bëhet me qëllim që të shërbej sa më mirë qytetarëve nën atë administrim. Po, shumë i saktë. Duke justifikuar që investimet bazike që do të ndiheshin nga faktorë të ndryshëm të këtyre njësive administrative mund të menaxhoheshin duke u përqendruar, ata menduan të përqendronin pushtetin, çka do të thotë edhe financat, dhe të orientonin investimet në ato drejtime që do të bënin mirë njësive të quajtura të vogla vendore. Dhe kjo rezultoi e gabuar, prap. Çka është shumë interesante se tash e dim të gjithë, që pavarësisht se atëre quheshin komuna dhe administroheshin ashtu siç administroheshin vetë, sot përsëri janë njësi administrative që ka një administrator të quajtur të tillë. Do me thënë janë komuna, po s'janë komuna. Okej. Tani, çfarë shkoi keq o Arbis?